A i keni menduar ndonjëherë nëse 2 fjalë të thjeshta mund të ndryshojnë jetën tuaj përgjithmonë? Përshëndetje. Merr një frymë të thellë dhe pyet veten për një çast. Po sikur 2 fjalë të thjeshta vetëm 2 të kishin fuqinë të ndryshonin krejtësisht fatin tënd financiar? Po sikur këto 2 fjalë të ishin çelësi për të hapur dyert e bollokut që ti i ke mbajtur të mbyllura pa e ditur? Këto 2 fjalë janë: unë jam. Sot do të tregoj pse këto 2 fjalë janë deklarata më e fuqishme që ti mund të shqiptosh ndonjëherë dhe si mund t'i përdorësh ato që të tërheqësh pasuri, begati dhe liri financiare në jetën tënde. Qëndro me mua për minutat e ardhshme sepse në fund të kësaj videoje ti do të dish saktësisht çfarë të bësh nesër në mëngjes për të filluar transformimin. Pika 1. Shkenca dhe spiritualiteti. Le të fillojmë nga shkenca sepse shumë njerëz mendojnë se kjo është vetëm spiritualitet. Jo. Fizika kuantike, shkenca më e avancuar që njohim sot, ka provuar diçka tronditëse. Grincat elementare, ato që përbëjnë çdo gjë në univers, përfshirë trupin tënd, shtëpinë, makinën, paranë, nuk ekzistojnë në një gjendje të caktuar derisa dikush t'i vëzhgojë. Në eksperimentin e famshëm të 2 çarjeve, shkencëtarët panë se grincat silleshin si valë probabilitetesh derisa një vëzhgues i shikonte. Në atë çast, ato zgjidhnin një gjendje të vetme dhe bëheshin realitet i prekshëm. Çfarë do të thotë kjo për ty? Do të thotë se vëmendja jote, vetdia jote, është një forcë krijuese. Ti nuk je thjesht një spektator i jetës, ti je bashkëkrijues. Kur ti mendon një mendim dhe e mbështet atë me emocion, ti je duke i dhënë udhëzim universit se cilën mundësi të zgjedh nga infinitet e mundësive kuantike. Tani le të shkojmë te budizmi, 2600 vjet përpara se fizika kuantike të konfirmonte atë që Buda e dinte. Çdo gjë që ne jemi është rezultat i asaj që kemi menduar. Buda thoshte se mendja është pararendëse e çdo gjëje. Kur ti je i vetëdijshëm për atë që mendon, ti bëhesh zotëria e fatit tënd. Kur ti je në gjendje mindfulnessi, ti ndalon se ushqyeri realitete që nuk i do dhe fillon të ushqesh vetëm ato që do. Shkenca dhe spiritualiteti takojnë këtu. Vëmendja, qëllimi, besimi, manifestim. Pika 2. Fuqia e vërtet e unë jam. Le të ndalemi këtu më gjatë, sepse kjo është zemra absolute e gjithçkaje që do të ndodhë në jetën tënde financiare nga sot e tutje. Kur ti thua unë jam, ti nuk je duke përshkruar një gjendje të përkohshme. Ti je duke deklaruar identitetin tënd esencial, atë që Bibla e quan emrin tënd të vërtet, atë që egjiptianët e lashtë e quanin Ren, emrin shpirtëror që përcakton tërë fatin tënd. Çdo herë që ti përfundon fjalinë unë jam me çfarëdo gjëje, ti je duke i dhënë një urdhër të drejtë për drejtë në vetdijes tënde dhe fushës kuantike që të rrethon. Le të shohim disa shembuj konkret që të ndjesh në lëkurë fuqinë e madhe të këtyre 2 fjalëve. Kur ti thua unë jam i lodhur, trupi yt prodhon menjëherë më shumë kortizol dhe adrenalin të ulët. Ti me të vërtet bëhesh më i lodhur se 30 sekonda më parë. Kur ti thua unë jam pa fat me para, truri yt fillon të filtrojë vetëm dëshmitë që konfirmojnë këtë, ti humbet mundësitë që të tjerët i shohin qartë. Kur ti thua unë jam i sëmur, sistemi imunitar dobësohet në mënyrë të maturshme, ka studime që tregojnë se njerëzit që përsërisin unë jam i sëmur shërohen më ngadalë se ata që thonë unë jam duke u shëruar. E njëjta gjë vlen edhe në drejtim pozitiv, por me një fuqi 10 herë më të madhe, sepse truri ynë është projektuar të mbijetojë, jo të lulëzojë. Prandaj negativja ngjitet më shpejt, por pozitivja, kur e ushqen me qëllim dhe emocion, bëhet forcë bërthamore. Tani le të kalojmë te deklaratat financiare më të fuqishme që mund të përdorësh. Unë jam i pasur tani. Jo, do të bëhem. Tani. Sepse në fushën kuantike nuk ka kohë, e ardhmja është iluzion. Vetëm tania ekziston. Unë jam magnet përpara dhe mundësi fitimprurse. Unë jam i denjë dhe meritues i bollkut të pakufizuar. Unë jam gjithmonë në vendin e duhur, në kohën e duhur, me njerëzit e duhur për të shumëfishuar pasurinë time. Unë jam një administrator i shkëlqyer i pasurisë, paraja rritet në duart e mia. Unë jam i lirë financiar dhe jetoj jetën sipas kushteve të mia. Por ja sekreti që 99% e njerëzve e humbasin. Nuk mjafton ta thuash. Ti duhet ta ndjesh në çdo qelistë të trupit tënd sikur është tashmë e vërtetë. Kur unë për herë të parë fillova të them unë jam i pasur, kisha vetëm 73 euro në llogari. Zëri brenda meje qeshte dhe thoshte, gënjen. Unë e dija që duhet të kaloj nga mendja logjike të trupi emocional. Çfarë bëja? Çdo mëngjes qëndroja para pasqyrës, vendosja dorën mbi zemër dhe e përsërisja derisa më rrieshin lotët nga gëzimi, sepse imagjinoja momentin kur nëna ime hapte llogarinë time bankare dhe qante nga lumturia. Pas 21 ditësh ndodhi diçka e çmendur, më erdhën 3 pagesa të papritura brenda një jave, njëri klient i vjetër që më kishte harruar, një rimbursim taksash që e kisha harruar, dhe një projekt që e kisha refuzuar një vit më parë, por që tani më kërkuan përsëri me pagesë dysh. Nuk ishte magji.
Ishte identitet i ri që filloi të tërhiqte realitet të ri, një teknik shumë e fuqishme që unë e quaj metoda 333, 3 herë në mëngjes me zë të lartë para pasqyrës, duke shikuar veten në sy. Kjo është kritike. 3 herë gjatë ditës kur kap veten me mendime negative, zëvendësimi menjëhershëm. 3 herë para gjumit, shtrirë në shtrat, duke e ndjerë me gjithë trupin sikur filmi i jetës së pasur po shfaqet tani. Pas 30 ditësh, nënvetdia jote do ta pranojë këtë si të vërtetën tënde të re. Pas 90 ditësh, bota e jashtme do të ketë rifreskuar çdo gjë për të përputhur me identitetin tënd të ri. Dhe mos harro, çdo milioner që ti admiron, nga Oprah te Elon Musk te kushto, të gjithë kanë një gjë të përbashkët. Ata e din thellë se unë jam dikush që e meriton dhe e krijon atë nivel pasurie. Nuk është arrogancë. Është përputhje. Sot ti ke leje absolute të deklarosh të njëjtën gjë. Nga ky çast e tutje, çdo herë që të dalin fjalët unë jam, ndalo për një sekondë dhe pyet veten. A do ta doja këtë fjali të gvendur në gurvarin tim? Nëse përgjigjja është jo, ndryshoje menjëherë. Sepse ti je duke shkruar epitafin tënd çdo sekondë me çdo unë jam që thua, unë jam. Tani thuaj me zë të lartë me mua. Unë jam i pasur. Unë jam i begat. Unë jam i lirë. Dhe kështu është. Ndije si dridhet trupi yt. Kjo është fuqia që sapo e zgjove. Mos e lë të fle përsëri. Pika 3. Historia e babait dhe djalit. Dua të tregoj një histori të vërtetë që më ka prekur thellë. Ishte një baba i vetëm që rriste djalin e tij në një lagje të varfër. Çdo natë, para se djali të flinte, baba i vendoste duart mbi shpatullat e tij dhe i thoshte: "Ti je superhero. Ti je kampion. Ti je i destinuar për gjëra të mëdha. Ti je i fortë, i zgjuar dhe i dashur." Djalli ishte 5 vjeç, 6, 7 dhe çdo natë e njëjta gjë. Njerëzit i thoshin babait: "Pse ja mbush mendjen kaq shumë? Le të jetë fëmijë normal." Por babai vazhdonte. Sot, ai djalë është një nga sipërmarrësit më të suksesshëm në vendin e tij. Kur e pyetën në një intervistë se cili ishte sekreti i suksesit të tij, ai u përgjigj pa hezitim: "Babai im ma përsëriti çdo natë derisa unë e besova me gjithë qelisë të trupit tim se unë jam dikush i jashtëzakonshëm." Fjalët u bën identitet. Identiteti u bë fat. Ti ke pasur dikë që të ka thënë unë jam negativ në fëmijëri? Ndoshta prindër, mësues, shoqëri? Sot ti ke fuqinë ta rishkruash atë programim. Pika 4. Hapat praktik. Le të kalojmë te hapat konkret që ti do të fillosh nesër. Hapi 1. Afirmimet e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Zgjohu, qëndro shtrirë 30 sekonda dhe thuaj 10 herë me zë. Unë jam i pasur. Unë jam i begat. Unë jam i lirë financiarisht. Paraja rrjedh drejt meje lehtë dhe pa mundim. Pastaj ndije emocionin, ndije sikur e ke tashmë. Buzëqesh. Le të ra zemra më shpejt nga gëzimi. Para gjumit përsëri të njëjtën gjë. Gjëja e fundit që mendja jote dëgjon para gjumit shkon direkt në nënvetdije. Hapi 2. Mirënjohja përpara. Ky është çelësi që shumica e injorojnë. Çdo ditë shkruaj 10 gjëra për të cilat je mirënjohës lidhur me paran. Jam mirënjohës për familjen. Jam mirënjohës që sot pagova faturat pa stres. Jam mirënjohës për 50 eurot që më erdhën pa pritur. Jam mirënjohës që puna ime më jep mundësinë të fitoj më shumë çdo ditë. Kur je mirënjohës për diçka, universi të jep më shumë nga ajo gjë. Hapi 3. Zëvendësimi i menjëhershëm i mendimeve negative. Sa po mendon s'kam lek, është shtrenjtë, nuk e përballoj, ndalo. Thuaj me zë të lartë, anulo. Unë jam i pasur. Unë zgjedh bollëkun. Pastaj thuaj një afirmim pozitiv. Kjo e ndërpret modelin e vjetër neuronal. Hapi 4. Vizualizimi 10 minutësh çdo ditë. Mbyll syt. Imagjino jetën tënde pas 12 muajsh. Shiko shtëpinë, makinën, llogarinë bankare me 6 ose 7 shifra. Ndjej erën e makinës së re. Dëgjoj zërin e nënës kur i tregon shoqeve sa krenare është për ty. Sa më shumë detaje shqisore, aq më i fortë bëhet sinjali për universin. Hapi 5. Veprimi i frymëzuar. Pa këtë, asgjë nuk funksionon. Unë jam të bën magnet, por veprimi të bën kanal. Pyet e veten çdo ditë, çfarë do të bënte versioni im i pasur sot? Pastaj bëje. Merr një kurs online. Fillo një anë biznes. Flijo 2 orë TV dhe lexo libra për financa. Unë personalisht kam filluar të fitoj 10 fish më shumë kur fillova të veproj si personi që tashmë kishte arritur qëllimin. Hapi 6. Mjedisi i ri. Hiq nga jeta njerëzit që ankohen përpara 24/7. Rrethohu me njerëz që flasin për investime, mundësi, rritje.
Nëse nuk i ke fizikisht, ndiq podcaste, lexo libra, bashko grupesh në Telegram ose Facebook me njerëz që mendojnë si milioner. Përfundimi emocional dhe thirrje për veprim. Tani merr një frymë të thellë. Universi nuk të dëgjon atë që do. Universi të dëgjon atë që ti je. Sot ti ke fuqinë të deklarosh një identitet të ri. Unë jam i pasur. Unë jam i begat. Unë jam i lirë. Thuaja tani me zëndje besoje. Nesër në mëngjes fillo ritualin. Pas 30 ditësh do të më falenderosh. Pas 90 ditësh do të më tregosh historinë tënde. Pas një viti bota do të shoh një version krejtësisht të ri tëndin. Unë besoj tek ti. Tani është radha jote të besosh tek vetja. Faleminderit që qëndrove deri në fund. Shpërndaje këtë video me dikë që do bolle. Dhe mos haro. Ti je. Pik. Përshëndetje dhe shihemi në anën e bollkut.